Dështimi me mbetjet urbane është evident në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare. Aq problematike është situata e mbetjeve sa ato mund t'i hasësh përpara institucioneve vendore. Kosha të tempushur me mbetje shikon ditën për diell përpara objekteve të shkollave, përpara drejtorisë së tatim taksave, madje dhe jo shumë larg bashkisë së Durrësit. Pamjet tregojnë qartë se kontenierët mbushen që në orët e para të ditës dhe plerat qëndrojnë aty pirk në pritje të orarit zyrtar për të tërhequr. Është evident fakti që procesi i tërheqjes së mbetjeve ka nevojë për tur i parë, pasi qyteti duket më të shumtën e kohës me mbetje. Me afrimin e ditëve të nxehta, nevoja për largimin e tyre do të jetë edhe më e madhe. Ndërkohë që me nisjen e sezonit turistik, qyteti ka nevojë që të jetë më i pastër, pasi një pamje e tillë nuk është as pak e denjë për një qytet me vlera si Durrësi.